Në kazermën Ilinden, sot u prezentuan pajiset e siguruara në kuadër të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian përmes Fondit Evropian të Paqes. Në këtë rast u bë e ditur se mbështetja deri tani për vendin arrin në 40 milion euro, e ndarë në 3 paketa, si dhe 2 milion euro shtesë për forcat mjekësore ballkanike, ndërsa aktualisht po zhvillohen bisedime edhe për një paketë të katërt. Ministri mbrojtjes Vlado Misajlovski tha se është prezentuar paketa e parë e pajisjeve që kanë bërritur në vend dhe se bashkëpunimi me Bashkimin Evropian do të sjellë pajisje shtesë dhe forcim të kapaciteteve të armatës. Bëhet fjalë për 3 paketa me vlerë të përgjithshme prej 40 milion eurosh, ndërsa presim që të nënshkruajmë edhe paketën e katërt. Aktualisht po zhvillojmë negociata për të dhe natyrisht do t'ua lë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian të japin përgjigjen e tyre. Ndërkaq, numri 1 i qeverisë, Christian Miskovski, theksoi se qeveria mbetet e përkushtuar në përmbushjen e detyrimeve ndaj NATO-s dhe shtoi se shpenzimet për mbrojtjen në rastin e mashinisë së veriut arrin deri në 4% të bruto prodhimit të brendshëm, objektiv të cilin tha se qeveria synon të arruajë edhe në vitet e ardhshme. Të pranishmeve ju drejtua edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Mihalis Rokas, i cili përfaqëson pikërisht vendin nga ku vjen kjo mbështetje. Ai vlerësoi se bëhet fjalë për një rezultat të dukshëm të partneritetit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe mashinisë së veriut, veçanërisht pas nënshkrimit të partneritetit për siguri dhe mbrojtje në vitin 2024. Bashkimi Evropian e ka Fondin Evropian të Paqes, i cili pasqyron bashkëpunimin gjithnjë më të madh në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut. Duhet të them se sot është një ditë shumë e mirë. Po i shohim rezultate dhe po shohim se ky partneritet jo vetëm që sjell pajisje të reja, por përfshin edhe trajnime. Po shohim ushtrime të shkëlqyera të simuluara nga forcat ushtarake. Siç e dini, ne kemi siguruar 38 milion euro dhe ky është fillimi i një partneriteti të shkëlqyer. Të pranishmit gjithashtu patën mundësi të ndjekin nga afër edhe një ushtrim nga pjesëtarët e armatës, të cilët po ashtu prezentuan mjetet taktiko-teknike dhe pajisjet e siguruara përmes Fondit Evropian të Paqes.